Vendosëm sot në Këshillin e Ministrave që të akordojmë një bonus për pensionistët. Ky do të jetë bonusi i verës, do të jetë një bonus me vlerë 5.000 lek, i cili do të akordohet për 777.200 qytetarë. Janë 656.325 pensionistë të pensionit të pleqërisë dhe pensionit social, të cilët do të përfitojnë nga ky bonus, 65.636 përfitues të pensionit të invaliditetit, 48.400 përfitues të pensionit familjar, 6.840 përfitues të trajtimeve të veçanta financiare, përfshirë minatorët, punonjësit e ndërmarrjeve ushtarake, ushtarakët në pension të parakohshëm. Siç thash, vlera totale e këtij efekti financiar i këtij bonusi është rreth 3.7 miliard lek. Mbulohet i gjithë numri i përfituesve të pensioneve sipas kategorive që unë listova. Ne do të vazhdojmë të kemi një vëmendje të veçantë për të shtuar të ardhurat e pensionistëve dhe me synimin që zhvillimi ekonomik, të ardhurat shtesë që marrim nga ecuria e ekonomisë të rishpërndahen për shtresat dhe për kategoritë në nevojë. Një tjetër akt i cili u miratua sot në ditën e sotme lidhet me garancinë sovrane. Ministri i Financave përmendi, rritet masa e garancisë sovrane për mbështetjen e bizneseve. Ky vendim lidhet me atë që neve kemi, me programin që neve kemi diskutuar dhe herë të tjera, dyfishosi për marrjen tënde, i cili do të dedikohet të gjithë bizneseve në Republikën e Shqipërisë, i cili do të jetë i disponueshëm nga ky muaj në të gjitha bankat dhe norma e interesit e cila do të aplikohet nga bankat nëpërmjet garancisë sovrane do të jetë mesatarisht 2%.